shikot. Por Edi Rama kërkon ta devijoj atë, duke trajtuar s'ka projekt, do respektohet mjedisi. Jo, Edi Rama ka shkatëruar të gjithë Shqipëri. Unë mund t'i kujtoj vetëm disa projekte. Aeroporti i Kuksit, asnjë avion nuk ulet e ngrihet. Dhe koncesionari çdo muaj merr parat nga shteti shqiptar për pasagjerët e munduar. Porto Romano, a e mbani mend çfarë thoshte kryeministri, do bëhet baza e NATO-s. Nuk është as e NATO-s dhe as ka për të bërë porti i Shqipërisë, sepse është pas studim fizibiliteti në një vend që nuk mund të krijet port tregtar. Porti i Durrësit është krim shtetëror. Është krim shtetëror. Është porti i vetëm tregtar në Shqipëri, i cili mban lidhjet rajonale dhe ndërkombëtare, i cili ne jemi këtu sot përsëri si çdo ditë tjetër për të thënë se do erdhi fundi. Bravo ti. Fjalën e ka Greta Vajni, ish duhet të gjithë ne të kemi besim të drejtësia, të kemi besim të njëri tjetri. Prandaj përveç se Rama ik, unë mendoj që duhet kemi dhe një thirrje tjetër. Një thirrje që ne të garantojmë që i gjithë ky proces të ketë një tranzicion të drejtë dhe të ndeshëm. Prandaj, ajo që neve, pjesë shtesë të kërkesave, duhet kemi një qeveri tranzitore, një qeveri që të garantojë të gjithë këto procesin. A jeni dakord që të kemi qeveri tranzitore? Qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore. Nuk ka asnjë shpresë lidhje e Tiranës. Ndërkombëtar, njerëz në kërkim, po bani më në Pashalimano, 80 hektarët i ka marrë një prestanome italian i cili është në hetim në Itali. Të gjitha kontratat e Ministrisë së Mbrojtjes, ja u ka hequr aleatëve tanë strategjik, ja ka dhënë një në kërkim, një flite, nuk është izraelit, pashaportën ka izraelite, nuk është izraelit, është i kërkuar ndërkombëtar, është në korupcion, në kërkim, ose në hetim nga NATO. Gjithë e kanë marrë vesh në Europë, në Amerikë, në Azi, kudo. A e dini ku nuk e kanë marrë vesh për këto protest? Kemi kaq kohë që i kërkojmë Bashkisë Tiranë që të lidhi një kapull që të marrim energji elektrike dhe nuk na japin. Përshëndetje fytyrës më të bukur të Shqipërisë. Fytyrës Shqipërisë re. Ky është qartësisht një moment historik. Është moment historik sepse sot Shqipërisë i dalim vetë për Zot. Prandaj gjej rastin të thrasë bëjthirje për çdo shqiptar që s'është ende këtu, ta bashkohet. Përbit këtu në bulevard, sepse është një përjetim që i takon kujtdo e do Shqipërinë vërtet. E votuar online si pas sondazheve në pjesëmer është Raman Berisha Gjuj, Raman Berisha Gjuj, Raman Berisha Gjuj, Rama jepe dorece, Rama jepe dorece, Rama jepe dorece, Rama jepe dorece. Që më pëlqen shumë që thot kush janë këta njerëz që s'janë shkollue, dhe nuk kanë mësuar që njeri nuk ban shpinë e vetë me vjellë. Edhe një amanet kam
Amaneti Klaunit. Është një bëthirje gjithë ku që më në ndjek nga shpia, nga diaspora, nga Moldova, nga Kosova, nga Maqedonia, nesër të bashkohet protestës kombëtare. Është momenti më i mirë për momentin të krijojmë një forcë të vetë opozitare. Vetëm 3 gjëra duhen bërë. E para të jenë mbi 3.000 themelues. A jemi këtu më shumë se 3.000 veta? E dyta, të mbahet një mbledhje themeluese e partisë. A ka mundi një si qimi mbas protestit mbajnë një mbledhje themeluese? Kjo kërkesë do ta miratohet. A ka mundësi ta bëjmë këtë? Dhe një herë, dorë heqe!
Por Edi Rama kërkon ta devijoj atë, duke trajtuar s'ka projekt, do respektohet mjedisi. Jo, Edi Rama ka shkatëruar të gjithë Shqipërinë. Unë mund t'i kujtoj vetëm disa projekte. Aeroporti i Kukësit, asnjë avion nuk ulet e ngrihet. Dhe koncesionari çdo muaj merr parat nga shteti shqiptar për pasagjerët e munduar. Porto Romano, a e mbani mend që ato është e kryeministri, do bëhet baza e NATO-s. Nuk është as e NATO-s dhe as ka për të bërë porti i Shqipërisë, sepse është pa studim fizibiliteti në një vend që nuk mund të krijet